Ministria e Shëndetësisë ka hedhur poshtë pretendimet se përmes draftit të ri për barazinë gjinore po tentohet të devijohet nga përkufizimi tradicional burrë dhe grua. Në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë, debatet përqendruan te përdorimi i termit përkatësie shumëfisht në nenin që përcakton subjektet e mbrojtura nga diskriminimi. A nuk mendoni ju që duke mos e përmendur në mënyrë eksplicite të qartë thelbin gjinor, atë që shoqëria njeh vetëm dy gjini, mashkull e femër, sipas përcaktimit që në lindje kjo lini një port të hapur apo port të shqyer drejt njohjes së gjinive, 10 gjinive apo ndryshimit të tyre fenomene mund t'i quajmë edhe degenerative sot në botë. Në përgjigje, zëvendës Ministria e Shëndetësisë Denada Seferi sqaroi se projekt ligji nuk përcakton gjini, por ka si qëllim parandalimin e çdo forme diskriminimi gjinor. Për sa i përket këtij grup pyetjesh, më lejoni që të sqaroj qartë që koncepti i gjinisë në këtë projekt ligj nuk krijon kategori të reja juridike të gjinive, por përfshin qasjen e integruar ndaj diskriminimit me bazë gjinore. Të gjitha këto në përputhje me ndryshimin për ligjin që ka ndodhur nga mosdiskriminimi dhe praktikat më të fundit të BE-s. Siç ju e vutëre gjatë gjithë projekt ligjit, unë kam përdorur fjalët e binaritetit burr dhe grua. Dhe në fakt projekt ligji nuk devijon nga ky binaritet, burr dhe grua, në kuptimin e gjithë përfshirjes apo në kuptimin e përkatësisë së shumëfisht, kemi të bëjmë me një vizion dhe me një koncept tjetër. Mund ta shpjegoj me fjalë shumë të thjeshta. Ky ligj për barazinë gjinore nuk përcakton gjini. Ky është një ligj i cili shprehet për mosdiskriminim gjinor dhe për mosdiskriminim me bazë gjinore mes burrit dhe gruas, ku gruaja nuk duhet të diskriminohet në fusha të ndryshme të veprimtarisë shoqërore ndaj burrit. Ndërkohë, Partia Socialiste ka propozuar 22 amendamente ndaj draftit fillestar të ministrisë, përfshirë ndryshimin në nenin 1, ku kërkohet që formulimi trajtimi i barabartë pavarësisht përkatësisë gjinore të zëvendësohet me trajtim të barabartë mes grave dhe burrave. Qëllimi sipas shumicës është shmangja e çdo interpretimi që mund të lejohet hapësirës për përcaktime të tjera gjinore jashtë atyre tradicionale. Debati mbi formulimet ligjore pritet të vazhdojë edhe në seancat e ardhshme parlamentare, ndërsa drafti do të nënshtrohet diskutimeve të detajuara përpara miratimit përfundimtar.